Kali i Qyqes është folezuar tashmë në disa zona në Gjirokastër. Sipas Erald Zeka, ornitolog, ky është një lajm i mirë për të vetmen specie në zhdukje që po prapet sërish në Gjirokastër. I vetmi vend ku aktualisht kali i Qyqes ka vendosur të qëndrojë. Sipas tij, kjo specie po riprodhohet duke shtuar llojin e vet. Sipas Zekës, terreni është i përshtatshëm për këto çifte, por sërish është problem gjuetia apo elmimi i mundshëm pasi barinj hedhin kimikate të ndryshme, duke ngjallur rrezik për këto specie që mund të bien në kontakt. Çdo fillim pranvere, Shoqata Ornitologjike e Shqipërisë bën monitorimin e territoreve të kalit Qyqes në rajonin e Gjirokastrës dhe nga rezultatet paraprake që kemi nga kontrolli i deri tani 5 territoreve, rezultuan 3 territore të zënë me çifte, pra janë kthyer nga shtektimi, nga Afrika, në kontinentin e Afrikës të cilët dimrojnë. Janë kthyer 2 territore, nuk kishim sukses me këtë monitorimin e ditës sotme, do procedojmë me 2 territore të tjera për të parë dhe tablon e qartë, por e thënë ndoshta diçka për informacion më shumë për sa përket territoreve, kanë qenë më shumë. Monitorimi vazhdon që prej disa vitesh tani që bëhet rregullisht, monitorohet 3 herë në sezon, pra kali i Qyqes vjen gjatë periudhës së verës, është shpend veronjës dhe folezues, është e vetmja shkabe mbetur në Shqipëri folezuese. Pra kontrolli i tyre bëhet nga mesi i prillit, që jemi tani për prezencën, sa çifte janë kthyer në territore dhe një kontroll dytë bëhet për produktivitetin, sa të vegjël kanë mundur të rrisin. Zakonisht janë 1 deri në 2 të vegjël që për çdo sezon, për çdo çift të kalit Qyqes. Dhe pastaj në fund bëhet edhe ajo që ne themi matja e produktivitetit, se sa këto të vegjël pra janë të mund rriten dhe fillojnë shtektimin e tyre të parë në kontinentin e Afrikës. Por përveç monitorimit kalit Qyqes, duke qenë se ne jemi në territor, bëjmë gjithashtu edhe monitorimin e shpendëve të tjerë, siç janë lelekët, që tani në Gjirokastër nga një çift këtë vit paktën me monitorimet tona kemi 4 çifte folezuese në Gjiluginë e Drinosit. Kjo i rritë rëndësinë kësaj lugine, që është do ta cilësojë një hambar për to shpend, jo vetëm folezues, por edhe shtektar. Ne nga fundi i gushtit vim përsëri në luginë e Drinosit, por monitoruar një lloj tjetër që është prezent dhe në shifra jashtëzakonisht të mëdha për rajonin e Gjirokastrës, që është skifteri tetraverë, gjithashtu edhe ai e përdor luginën e Drinosit si një habitat i përkryer për ushqimin e tij, duke qenë se ushqehet me insekte, ortopter ose kakalecat që janë dhe dëmtues në të njëjtën kohë, pra na bën një shërbim pa para, do të thënë. Gjithashtu për të kthyer dhe kali i Qyqes, rëndësia e tij për rajonin është shumë e madhe, por edhe për gjithë Shqipërinë, pasi gjendet vetëm këtu në rajonin e Gjirokastrës, dhe rëndësia e tij është sepse shpeshherë shkabat ose shpendët, pra shkabat të ushqehen me kërma dhe njihen si sanitar të natyrës, pra mundsojnë largimin e këtyre kadavrave pa pasur ose pa rrezikuar që të kthehen në pandemi apo në shfaqjen e epidemi të caktuar. Kali i Qyqes njihet si një shpend që jeton afër njeriut, i cili qëndron rreth 6 muaj, periudhën e pranverës dhe periudhën e verës, ku ndërton folen në vendin tonë dhe çel të vegjëlit. Kali i Qyqes largohet në fund të